Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte me mua kam kënaqësinë ta kem përballë doktorin Adem Kllokoçin, kirurgun plastik, një prej mjekëve më të kërkuar. Mirë po sonte nuk do të flasim për thikën, do të flasim për trupin dhe shpirtin. Doktor Adem, mirë se na erdhe. Mirë mbrëma Donika, faleminderit për ftesën. Po ndina shumë mirë me një ambient shumë familjar, çdo gjë që nga se edhe syri dhe truri jem po ndëlidhet me të bukurën. Kështu që realisht çdo gjë që ka për shumë bukur. Faleminderit shumë, faleminderit për këto komplimente. Unë do ta filloj pikrisht me një frazë që ju e përdorni që shpesh edhe unë e përdori si motivim kur e lexoj. S'ka mu ndal, s'ka mu lodh. Kur do të ndaleni apo s'do të ndaleni fare? Po, është një thanje që të më thonë si çdo kush kam po personalitetet ndryshme gjitha profesioneve, edhe një që mas shumë t'i ka ndiku të unë, është një mendez, është një paraplegji, edhe çdo garë që mbahet e paraplegjikëve, ai ka vetëm një ekstremitet plot, kurse tre tjeri ka gjysmë proteza, edhe çdo garë që dikun organizohet në botë, ai merr pjesë. Edhe thot mos më thuaj që s'mundesh. Kur ai mundet vetëm me një instrument, do me thonë vetëm me një ekstremitet, atëherë ajo ka lidhë pak këtoni që kur ai mundet vetëm me një, kur ne i kemi 4 ekstremitete, shumica tërmuese prej neve, atëherë s'ka mu ndalë, s'ka mu lodhë. Jeni shumë pozitiv, jeni shumë motivues. Ndoshta që mirreni me të bukrën, tregom për çfarë ju kërkojnë më së shumti. Sepse jeni prej mjekëve më i kërkuari. Po kështu, natyra e njeriut, edhe syri, edhe truri, edhe shpirti duhet me pa bukur. Tu nisë prej telefonit, prej makines, prej shtëpis, prej mobileve. Mirë po kur merr me krahasu këto që i përmenda në raport me trupin tënd, atëherë trupi yt është shumë i rëndësishëm se këto tjerat. Kur ne investojmë, si tash merret në shtëpi, në makinë, në garderobë, atëherë është investim sipas meje më i qëllum, do të thonë në personin e trupin tim. Është e vërtet kjo të dukemi bukur, të rregullohemi, a ka të bëjë me vetvlerësimin tonë të brendshëm, se nganjëherë mendoj që pikrisht vetvlerësimi është ajo që reflekton tek ajo pamja jone jashtme. Unë po i lejoj pak vetës që pak me ndërhyjë në profesionin tënd. Mirë po çdo personalitet i cili ka një hund me qujt jo normale, po më të madhe se më të shtrenjtë, ose disa vesh llaposh ose diçka. Mandej në personalitetin e tij, ai ndihet jo i barabartë me rrethin. Do me thonë ndihet inferior ndaj rrethit ku jeton, ku vepron. Beso shumë veta, për shembull varësisht që ka bën ndonjë hund ose ndonjë vesh, mas një kohe ka thirrë, ka thonë faleminderit shumë, jo mbo dikush tjetër, ju ka kthy vetbesimi, jo mbo dikush tjetër, ose kom fillu një lidhje ose jom feju ose kështu diçka, mirë po. Kur ai edhe pse askush ndoshta pak veta e vren që i ka do vesh llaposh, mirë po ai mendon që çdo kush që e sheh, vetëm është ka e shkon vesh. Edhe mandej ai ndihet inferior, largohet nga rrethi, nuk futet në shoqëri. Kështu që kur e kryen atë punë, i kthehet vetbesimi, bëhet dikush tjetër. Që unë mendoj përveç dukjes, shumë ndikon në personalitetin e tij, nga se bëhet i barabartë me të gjithë tjerët. Po, këtë kur po e themi i barabartë dhe jo i barabartë, nganjëherë po egzagjerojmë po mendoj unë, për shkak se të gjithë po e dojmë atë perfeksionin, edhe mandej po kalon sikur një rregullim i personalitetit.
mandej po i humbim edhe identitetin ton duke u egzageruar me këto botoksa, me fillera, me ndërhyrje estetike. A ju ka ndodhur ndonjëherë t'i thoni jo një pacienti? Shumë problem mirë, shumë mirë që e pyete këtë, edhe në mënyrë shumë precize. Askush nuk është perfekt. Mirë po gjithë po punojmë që t'i afrohemi perfektes. Mirë po ka kritere rregulla që nuk i bën shqiptarët. Për shembull, si duhet duket një hund, si duhet duken disa molca, si duhet duken buzët, si duhet duken gjendë, si duhet të duket trupi. Ato i bën dikush tjetër. Ne, jo shqiptar, po do të thonë, ne profesionistë që miremi këtë punë, duhet të respektojmë ato kritere. Po foli personalisht për vete, qofse dikush kërkon diçka që nuk bën, që nuk shkon me ato kritere, nuk ka lek, as nuk ka personalitet ai që e bëj atë që nuk duhet. Do me thonë, duhet me respektu ato. Pra po thëmë, ne shqiptarët nuk bëjmë kritere, për asgjë, kështu që t'jetë mirë, duhet të respektohen ato kritere. A ju ka ndodhur ndonjëherë në doks që unë e di që po keni pas pacientë dhe ndoshta ju ka nevojit vetëm i thonë, shkoni pini një kafe të mirë dhe qetësoni se mirë po dukeni. Nuk keni nevojë për një ndërhyrje të tillë. Po tash, nëse ti i respekton ato kritere, edhe mundohem gjithmonë në punën time, kur kush do që vjen, mundohem të futem në këpucët e tij. Edhe si unë isha ndi, kur kisha shku te dikush, edhe nëse ai kish bërë diçka te unë që nuk ka pas nevojë. Gjithmonë i kam parasysh këtë element. Edhe nëse nuk ka nevojë, s'ka nevojë me bë. Është një detaj shumë i vogël, i cili nuk e dallon askush. Ndodh nganjëherë, ka ndodhur shumë herë që ka pas ndoshta një lëndim, një gishti diçka dhe nuk ka mundur një lëvizje shumë të vogël të parantshme, e cila nuk ka ndiku asgjë në funksionin e gishtit së dorës, edhe ka dashur me u fut alamet operacioni për atë gjë. Unë e kam improvizu, edhe kam dërgu adenti që unë nuk e kam gishtin e tretë, e ka thonë jo se di. Të është përqeshe unë se kam, edhe apshes pas që së më pengon. E ti shumë pak, është detaj shumë i vogël çfarë duhet me bata. Kur mundet më komplikua ajo. Jo në rregull, edhe është lërgu, kur lërgu, këmë thonë, jo e kam unë, mirë, pa përshet, ti mu nuk ma vreti se kam gishtin, e ti po mendojnë që pak një kthejes shumë të vogël i ke që çdo kush ta shet, mirë po, prap tash, është në personalitet. Qoftë veshi që është hunda, çka do qoftë e pjesë e trupit, ai mendojnë që gjithë bota ja sheh atë defekt si pasaj që realisht nuk është defekt, pa e mendojnë që është defekt, ose ai mendojnë që është defekt. Cila pjesë e trupit është më së shumë të lidhur të thotë që kërkohet mu përmisu në aspektin emocional më shumë se sa në atë fizik? Po, zakonisht koka se duket më shumë, nuk e si e mbulon. Cila pjesë të koka? Huna? Buzët? Hunda më shumë edhe buzë. So busi trendi, huna buzë do thotë është busi trendi kjo që të përmisohet pa tjetër? Pajtash nga, do me thonë, koka më shumë nga se shihet, nuk mundesh me mbulu, s'ki si e mbulon. Bet hunda, buzët, molzat, vetullat, mbjellja flokëve po shohim më të madhe. Mirë po në botë, operacioni estetik, që më shumë të kërkohet është formësimi i trupit me thjamin tënd. Është operacioni që më shumë të bëhet në botë. E rekomandoni ato kur është nevoja? Kur është nevoja, po. Mirë po kur s'ka nevojë për sende shumë të vogla nuk e vlen. Prap thash, unë mendoj që jo vetëm unë, po çdo profesionist nuk duhet ta bëj atë që nuk ka nevojë me bë. Do të thonë që të thotë jo, vjen dikush një gjatë tot pa i po ma bën shkollë ta bën ai, unë s'ta bëj. Është mirë që të gjithë të respektojmë kriteret e ekspertave të botës. Pe cilës mosh fillojnë ndërhyrjet estetike? Po fillojmë të vesht. Për shembull, me heret,
u shprit mosha 12 vjeçare për operimin e veshëve llapoq. Tash kohë të fundit, ka relativisht gjatë, që behen edhe me moshën 5 vjeçare. Nga se 90% e laprës së veshit formsohet deri në moshën 5 vjeçare, edhe bëhet moshën 5 vjeçare që kur shkon shkollë mos shkoj me vesh llapoq, që të mos bullizohet. Hunda ka qenë më herët është dashur me u prit mosha 18 vjeçare. Tash bëhet edhe me 16. Edhe me 16 bëhet edhe korrigjimi estetik i hundes me moshë 16 vjeçare. Filler, botox, jo zakonisht, unë për vete personalisht, nëse vjen dikush me një moshë të re, nuk aplikoj. Po më thonë pres moshën madhore. Mbi 18. A ka ndonjë rrezik dok sepse na ka kalu kjo është bo kozmetik, do thotë edhe botoksi edhe filleri? Po edhe kjo, prapë thash, duhet të injektohet edhe të aplikohet me kritere botërore, me kriteret e ekspertave të botë. Si tash, cilat janë do prej kritereve, veç ti kemi si të njohura, sepse sot botoksin e aplikojmë mos themi edhe në për salone estetike të cilat e aplikojnë jo profesionalistët. Unë mendoj, pyetje shumë e qellume, unë mendoj që çdo kënd botë, po ne për botën tjetër interesohemi, po interesohemi edhe duam me shumë Kosovën tonë. Unë mendoj që aplikimin e fillerave dhe botoksave duhet ta injektoj një profesionist shëndetësor, i cili është i licencuar për aplikimin e tyre, edhe ajo punë të bëhet në një institucion shëndetësor, i cili është i licencuar nga Ministria e Shëndetësisë. Do me thonë këto rregulla, këto kritere, t'jemi strikt në këto. Jo të aplikohet një filler, një botox, me një shtëpi private, me dikon tjetër, le tjetër edhe profesionisti me i mirë. Duhet të aplikohet nga se din të ndonë ndonjë alergji, edhe ai nuk e din që kur e aplikon atë botox me një vend caktuar, ai mos them pacient, ai klient mund të vdes. Ai pacient mund të vdes edhe në spital, edhe me një ambulancë specialistike, po megjithatë që ndodh edhe në Amerikë dhe çdo ku në botë. Po ajo punë është bë me një vend ku është më u bë ajo punë, jo diku tjetër. Edhe ta bëj dikush që ka licencë për atë punë. Unë gjithve, ju kisha preferu, kur donë me bë një punë, një filler, një botox, pavarësisht të ku shkon, të shkon dikun që ka licencë nga Ministria e Shëndetësisë, të interesohet si ka emrin personi që aplikon, të sheh a është i trajnuar për atë punë, a është i licencuar, do me thonë, është se mund të jetë i licencuar para 10 viteve, po të jetë aktual i licencuar. Edhe mirë është çdo ku në botë, ai që bën mirë, ja tregon edhe fillerin edhe botoxin, kur është prodhu, a ka skadencë, ta hap në prezencë ti, ta shej kur mirët ajo që ti jetë sigurt, jo mos ti injektoj diçka që ndoshta është ndrysh ose është ndrysh, do me thonë që mos manipulohet. A duhet kushte speciale kur ruhet botoksi, se tash së fundi qarkulluan shumë lajme që botoksi në Kosovë vjen në formë të pakontrolluar? Mirë pa dhaj që po, është shumë rëndësi kjo gjë. Nga se botoksi gjatë transportit, përveç që duhet ta ketë afatin e skadencës, ka kushte speciale kur bëhet transport edhe kur ruhet. Unë di që ka shumë persona që marrin botox, shkojnë me aeroplan, në Zvicër, Gjermani, dikush i menaxhon ata klienta, pacienta atje dhe kjo shkon ju injekton atje, në për shtëpi private. Mirë po, botoksi, kur transportohet, duhet të transportohet me akull, kërkon temperaturë të caktume. Ti edhe në aeroport edhe diçka nuk mund ta marrësh atë si e mbron, si e lën. Pra po thomë, duhet jem shumë të kujdesshëm, ku shkojmë te kush
edhe si aplikohet. Ju e sjellnin këtë formë botoksin, e keni në ordinancën e juj? Po patjetër, nga se ka shumë firma, kompani në Prishtinë, të cilët janë distributor legal të botoksit, edhe i respektojnë edhe transport edhe gjitha bëhet si bëhet çdo ku në botë. A mund të na shpjegoni diferencën mes procedurave kirurgjikale dhe jo kirurgjikale? Po patjetër, po filleri botoksi nuk janë kirurgjikale, janë aplikime. Kurse çdo gjë që është kirurgjikale është me bresk, është me bisturi, me prerje. Është më e mirë kjo me bresk, Po apo është më e mirë? Mbaret çka dënë. Po, për shembull kur e shohim që me të vërtet na kanë vërshu në rrudhat, atëherë a duhet ta përdorim briskun a shpricin? Po sa përket fazave fillestare, domethënë gradave të pare, kryen punë mirë botoksi, kryen punë mirë filleri, ka edhe penë që përdoren, ka edhe krema besa, cilat grada e parë, dyta, janë krema cilat i eliminojnë ato rrudha, kurse nëse kalon me shumë atëre opcioni vetëm zgjidhja vetëm është brisku. Dok, po du të pyes sepse duke pas parasysh që shumë vajza të reja sot si vlerë personale përdorin buste dhe hunën, çka mendoni ju, është kjo në rregull? Unë prapë thash edhe... Apo të mos them që vlerë sot na ka met vetëm pamja fizike? Qa është dallimi mes Kosovës dhe Turqisë e para, se të gjithë që i ndëgjojnë për këto ndërhyrje, menjëherë do thotë që na vjen në mend e para është shkojmë në Turqi. Kështu, do të thonë, Turqinë kemi afër, në botë, në estetik, mjekët më të mirë. Fal, a prind Turqi do të thotë për estetik më të mirë? Këtë dashta me thonë, në botë, llogaritën më të mirë janë brazilianët edhe turqit, në estetik. Po flasim general, për gjithësi. Për brazilian nuk di, mirë po për Turqi di se shumë shpesh shkoj, janë të nivelit botëror. Mirë po ka shumë kirurg plastik, fatkeqësisht, qofse ti shkon në Turqi, do me thonë, ai të bën pavarësisht ka nevojë, s'ka nevojë ai të operon. Mandej më ka ndodhur shumë shpesh që i bëjnë 2 operacione të njëjtën kohë që nuk shkojnë. Për shembull, rritjen ose ngritjen e gjenjve edhe formësimin e të pasmeve. Ose abdomenoplastiken që quhet qoftë pas lindjes ose pas peshës, çka do qoftë, mirë po intervenimi estetik, do të thonë korrigjuesi i barkut, nuk shkon në njëjtën kohë me formësimin e të pasmeve. Nga se ne kur e operojmë barkun, ajo për disa muaj duhet flej vetëm shpinë. Kur do në me bë formësimin e të pasmeve, paraprakisht udhëzohet për 1 muaj që të mësohet të flej barkas. Edhe mandej disa muaj duhet flej vetëm barkas. Edhe ajo tash nëse bën barkun ose gjejt njëjtën kohë, edhe formimin e të pasmeve, atëherë ajo najt sonrën diqysh duhet me fjet. E fatkeqësisht në Turqi i bëjnë dyat. Pse i bëjnë dyat? Nga se nuk e përgjegjësi. Çka do që të ndodhë në Turqi nuk t'ja përgjegjësi ai. Jo, dhe kom dëgju që i vendosin në hotel, bas intervenimit, pacientat vendosen në hotel, kthehen në Kosovë me shumë komplikat. A i merrni ata pacientat? Mirë po, nëse ndodh diçka, ai nuk ja përgjegjësi më. Domethënë ti nuk, kurse te ne, prap Kosova, sa përket çmimeve jemi me të lirë, tash varësisht kush në aspektin profesional, mirë po në profesionin tim, duhet të bësh update profesional rregullisht. Duhet të ecsh me kohën, nga se nuk bëhet sot hunda për shembull, si është bërë para 2 viteve ose 3 viteve. Gjithmonë ka detale që duhesh me ecë me kohën, duhesh me bë update profesional. Te ne janë çmimet shumë të lira sa në Turqi ose se sa kudo qoftë tjetër, ka se ne jemi treg i vogël. Unë po falenderoj se kem shumë diasporën që na mojnë çdo profesion, edhe diaspora më të madhe, edhe vendorët këto, edhe vendorët këto mirë po.
ai që operohet të unë ose të kolegu im që jetojmë edhe veprojmë Prishtina i sa herë vjen ka me më gjetë mu këtu. Edhe unë gjithmonë ja përgjegjësi. Edhe po flas për vete, edhe gjithmonë nuk e bej atë që s'duhet. Me thonë, ajtë më jep 2 milion, 5 milion euro. 5 milion euro me thonë, nuk e bej njëjtën kohë edhe barkun edhe formësimin e të pasmeve, nga se nuk shkojnë dyhet për njerë. E vërtet, dok tregom nga se tash po i shohim të gjithë edhe mashkujt me këto intervenime, sidomos të nofulla, buz, vetullat. Kush po bën më shumë intervenime, mashkujt a femrat? Po jo, prapë se për këtë saj dominojnë femrat, mirë po edhe meshkujt kohët fundit është lëviz dukshëm për para. Ben më të madhe buzët, nofullat, nga pak edhe molzat, nga pak edhe të vetullat, mbjelljen e flokut, ma po shoj më të madhe. Edhe pse kjo mbjellja e flokëve po m'pëlqen, pse jo, dok? Pse jo? A ki me ndonjëherë ta vështia jo? Po, pa tjetër. Edhe? Kom plan. Po, mirë po deri tash më kanë thonë, mirë po deri tash gjithmonë më kanë thonë doktor Qeli, unë po shpresoj që shpejt kanë më thonë doktor Bishti. Doktor Bishti, hajde urojmë tjetë ashtu. Dok, andjeni nga njerë më shumë psikolog se sa kirurg? Po më duket që ndërlidhen. Ndërlidhen shumë, sepse dush ta njohësh edhe personalitetin e pacientit përballë. Ndërlidhen shumë ndërlidhen. Nga se si e përmend edhe më herët, jo fizikisht, po ai emocionalisht nuk ndihet i barabartë me tjerë. Kështu që është vështirë ti e din edhe më mirë këtë. Mirë po kur e eliminon atë si pas ti në thojza, që nuk është i barabartë me tjerë, atëherë bëhet dikush tjetër. Dikush tjetër, dhe e hupat identitetin. Për të mirën. Ndoshta dhe për të keqen, po më dojë për të mirën. Për të mirën. Dokja, ju kanë tonë ndonjëherë të vi pacientit e ju edhe me një fotografi të filtruar, që ju thot,
du mu tokë si kjo në foto. Po, ndodh shpesh, Dhe çka ju shkon në ndodh mendje, shpesh. ose fraza tjetër që është që po du mu dok natyrale. I bën gjitha intervenimet dhe thot unë dukem natyrale. Qa të shkon në mendje? Çdo kush që vjen për shkakun thotë unë po du me bë unë, po du natyral. Unë tam kështu. E ke natyral, s'ke nevojë me prej keq. Që kjo është natyrale. Qofse don me ndru diçka ndrojmë, mirë po, prapë them sinqerisht, tu respektu kriteret e ekspertave të botës. Jo ç'a don ajo. Do të thonë, s'ka lek, s'ka personalitet që dal nga kriteret e ekspertave të botës. Shpesh javë s'kjaroj, të më interesant, po thot qysh ashtu, tash tregoj, atë pëlqen Porsche-ja, thot po më pëlqen. Thon Porsche-n e bojnë ekspertat e botës. Ti po më thu që duhet çat vollonin, timonin, me shtyp pak më ndjatë. Ndoshta është më mirë, ose ndoshta mos më dhon gas me kam po me dorë, ndoshta ti e ke më mirë. Po kur e shoh fabrikën që po prodhon si thuti, atëherë të besoj ty, deri atëherë ju besoj atyne. Pak më sqaru, pak më thjesht, që ajo me kuptu që ne nuk i bëjmë kriteret. Apo mendojnë që po kalojmë në një çrregullim si kolektiv kështu në tërësi me këto filtera, me këto intervenime, do thot po e humbit atë naturalitetin ton si njerëz, sepse jemi fokusu në këtë perfekcionizëm komplet dok. Unë mendoj që ndoshta një pjesë e fajit është e ne profesionistet. Nga se çka do që kërkon ai, ti duhesh jo ta refuzosh, mirë po me bindë që nuk ka drejt me bëhat. Do me thonë, ai mendojnë mu duke shet diçka që është jashtë normale, edhe mendojnë që ndoshta dojmë duke mi ashtu mirë, po kur ti e bindë që ajo është gabim, kurse kjo tjetra që është me kriterë është normale, atëherë ti, do me thonë, je edhe me vete në regull, edhe me pacientin. Unë them që kam pas karierën time, që ndoshta jam bën 10 vite, një zoj, që nuk e harroj kur, me 73 vjeç, shqiptare, tu jetu në Bregdelit, ka ardhur me bë facelift. Largimin e rrudhave të fytyrës, me 73 vjet. Do me thonë, ajo në atë moshë, ka dosh mu duk bukur. Edhe është bë për një 10-15 vite më arresi që ka qenë. Kështu që nuk ka të keq. Pse jo? E bukra çdo herë është e mirë se ardhëm. Them në përbot, ne zakonisht kur më rrini moshë është 55, 60, 65, mendon si e pensioner edhe nuk lodhesh me për vete. Unë vjetë kom taku një kirurg plastik, qek, në Prag, i cili me 83 vite punonte operacion, bente operacione. Me 83 vite. Po bente rregullisht sport, edhe ish me kondicion shumë mirë, vital, edhe punonte rregullisht. Kjo është shumë e bukur, sepse vetë kur ndjesh, që e thamë edhe ma herët, ajo brendësia flet shumë edhe sidomos kur dukesh bukur edhe ndihesh bukur çdo herë. Mirë, po më thuaj, a ka ndodhur ndonjëherë kur mbas intervenimit që pacientët mos ta njohin më vetën? Nga ndryshimet që ju ja keni bërë. Është shpesh, sidomos te hunda, se tash është organi që është mes fytyrës, edhe bjen sy mes shumti, edhe kur është thotë si mos me kanë unë, si me kanë dikush tjetër. Shumë shpesh ndodh, edhe mandej në ato momente kur më përqafojnë, si shenjë falenderimi për atë rezultat që ndoshta se ka mendu që bëhet ashtu, ajo është dhurata më e madhe që fitoj. Atëherë ndihem më së miri. E vërtet. Dok, tregom edhe diçka po du me të pyet. A është e vërtet që hunda dhe veshët janë organi që vazhdimisht shkojnë duke u rritur? Edhe pas intervenimit, edhe krejt, edhe vazhdimisht shkojnë të u rrit? Mirë, po me kohë, si në më thonë fytyrë që fillojnë rrodhat, edhe hunda fillon me ra poshtë, me ra të poshtë. Që realisht kur vjen të poshtë edhe zgjatet. është për që si bin rrodhat, si bjen barku, si bin gjetë, bjen edhe komplet lëkura, kështu që njëkohësisht që bjen edhe hunda,
Edhe që është kryt, do të thot intervenimi plastik, ajo fillon... Jo, nuk bjen, varsisht çka bën operacion. Varsisht Në botë, ai që bëhet hunda si duhet, kur bëhet hunda si duhet, edhe në qoftë se jeton 200 vite nuk bjen ma. Nga se bën sende, mrende që nuk lejohet mandej me ra, mandej nuk bjen ma asnjëherë. Doktor Adem, më thuaj të lutëm, a ka pas raste kur i ke thonë një pacientës, ti nuk ke nevojë për ndërhyrje, ti ki vetëm nevojë për vetbesim? Po, edhe jo rrallë, qofse vjen dikush edhe ka hunden në harmoni me fytyrën e vet, ajo s'ka nevojë për operim. Ose ka vesh që si pasaj duken që janë llapoq, po nuk janë, atëre nuk hym. Qofse ka disa buzë që shkojnë, do me thonë me fytyrën e saj, nuk bën të bëhet. Qofse do nëj molës, nëj diçka, që del jashtë kritereve të ekspertave të botës, nuk e bëj. Unë mendoj që faji është e ne profesionistet. Nëse ndoshta, gjithë të dojnë lekun, po ju me marrë atë lek në qofse nuk e merë drejt edhe nuk e merë me merit. Qase qofse ti bën intervenim taj, ose tajo, që nuk shkon me kritere, atëherë nuk është në rregull. Dok, edhe gjatë intervistës, po e shpalos atë ndjenjen e humanitetit, kriteret mbi punën, unë ju njoh edhe përveç nga ana profesionale, ju njoh edhe personalisht, e di sa shumë jeni human edhe raport me pacientët dhe me krejt. Po mos ishe bërë, doktor, çka ishe bërë? Me tërku, ka pëlqy shumë psikologjia, ka pëlqy psikologjia, psikiatria. Në qofse nuk isha marrë, qofse prap isha marrë me kirurgji plastike, estetike. Mirë po opcioni i dytë kishen psikologjia, kam mendu psikiatri, po prap psikologji sigurisht. Pse? Po kisha dosht me u fut në trurin e njerëzve, edhe me ndiku, si unë tash ndikoj me bresk, me skalper, ose me injeksione, kisha ndiku atë punë me be, po me be me fjalë. Edhe e bëni me fjalë, ju e bëni edhe me vepra. Mundohem me ba. Ju jeni prej mantillbardhve që përveç që i shërbeni këtij vendit vazhdimisht, edhe e di që shumë pacientat te ju kalojnë edhe pa pagesë. Ju jeni prej atyre që kur keni filluar ambulantën specialistike, nganjëherë ju bëjsha pyetje çka po ju duhen parët, me thonë tima, të thyera ka 5 euro, edhe me buzëqeshje më thëshe, unë ju jap pacientave çdo herë, sidomos fëmijëve. Trego ma pak këtë pjesën tonë, këtë ndjeshmëri ndaj fëmijëve dhe ndaj shtresës së ulët sociale. Në Tandunika dhe shkollë fillore dhe të mesme dhe fakultete dhe ashtu kanë qenë rrethanat që nuk kemi qëndruar mirë materialisht. Kështu që nuk e harroj atë send asnjëherë. Edhe tash kur e shoh pavarësisht si duket, unë e shoh në garderobë, e shoh sjellje. Edhe nga fëmijët, ma heret kam shku me lek, po tash kam apliku, kam kalu me një stadium tjetër, i lap nga një dhuratë. Ndoj dhuratë diçka, çka do qovë. Tash tërgoj një diçka, dhe se nuk harroj kur, si është mos me pas, do me thonë, aj që ka thonë aj dikosh, një i menqër, është rëzu edhe ka thy kamen, është rëzu nga peme, dhe kur ka shku me pa, ka thonë, a i rëzu për i dardhës ju, ka thonë, mësë më shete se nuk ma din. Edhe, do me thonë, duesh mja dit me kuptuat që ma ndej me qenë korekt me te. Shumë e vërtet. Dok, si filloni ditë e jotja, e di që filloni edhe nuk ndaleni kur, edhe tash këtë emision ku po e gjirojmë, 4 operacione para se me anë këtë emision, gjithë këtë motivim, gjithë këtë mbështetje, ku e gjenë këtë motivim? S'ka mu nalë, s'ka mu lodhë. Unë ka që një kodë gjatë, me vitet tanës që zuam 5 mëngjes. Para orës 6 jam palestër. Ma heret jo marrë me futbol, për po futboli jo lëndi me
jo ungrit ke pak adrenalina, jo hynë keq, jo ish penalti, jo, tash le më mirë, jo me njerëz patër po mire me robota, po mire me pajisje. Bëj palestë rregullisht, mundohem pak me zgjedh edhe rrethen, edhe ushqimin, kështu që kam planifikue tu i respektu edhe tu i ba këto punë që i përmenda, edhe një 50 vite me punu kështu. Bravo, po më pëlqen edhe një motiv për neve gjithve, t'ju shohim juve dhe ne të vazhdojmë përpara. Por, unë e di që një krah të fortë e ki Besën shumë. Përveç Besës, ja ka nise edhe 2 krah tjerë, 2 djemë të juj mi u bo krah shumë i fortë. Pa çdo shtëpi gruaja është shtylla e shtëpisë. Çdo shtëpi gruaja është shtylla e shtëpisë. E takova profesoris një Arifin, cilën e kemi pas që është tenin kirurgji, të më thonë kirurgjia plastike ka fillu pak para luftë, po kryesisht pas luftës. Edhe tash Zoe Stina që doktor Adnanin Adnan Shabani ishte pak, ai ka qenë kirurgu i parë plastik, por themelet e kirurgjisë plastike të mirë filta në gjitho sektor i ka vënu Hysni Arifi. Edhe tash Zoe. Baba i kirurgjisë plastike është Hysni Arifi. Po nga një personaliteti të suksesshëm që ndon gruaja e mençme. Kështu që edhe unë po them nga të mirë, sa që ta kom arrit, e kom Besën Karadiat edhe një grua e fortë. Edhe do më thonë, po del kur e qëtë brazimi që po del e mençme dhe fort. E le e mençme dhe fort, po unë mendoj që aty e keni edhe motivin edhe modelin e një gruaje shumë të bukur. Besa me të vërtet është një gru shumë e bukur edhe një gru shumë e fort edhe një gru shumë e zoja. Përveç Besës edhe djem 2 krah të fort, edhe di që edhe ata çdo herë ki të pranishëm afër vetit, a je ti ai që ja u ke sugjeru mjekësin, apo vet ata me qenë si janë në rritë afër një doktori dojnë të vazhdojnë rrugtimin e juaj? Të dytë kam fillu, kam djemë bineq, cilët janë të pregadit me regjistru fakultet mjekësisë. Ata të rritë në atë ambient, do shta nuk din që ka profesion tjetër. Puna jonë, profesioni mjekut, është profesion fisnik, po me gjithat puna si kirurg, edhe si kirurg plastik, përveç të mirave që bën dikë të lumtur e të bukur i kthehet vetbesimi, ka edhe rrezikun e vet. Kam fillu që një kohë po i marr, le të vendosin vet. Po to mos ngadal, mos u ngotni, s'ka lidhje që keni fillu, shikoni a doni diçka tjetër. Po i marr për shembull, po fakt, që një operacioni të hundës, kur duhet me u thy kockat, me u ngushtu hunda, po më thonë bet ashtu si bet çdo kun bot, futet me sharr ose me dalë, diçka dhe prehet kocka nga mrenda, afrohet afër syrit. Aty është një kanal i syrit që mundet me u dëmtu, me pas nevojë për operacion tjetër. Edhe ka është i rrezikshëm. Edhe po frigohem, unë ta thash edhe ma herët, që ose unë prap isha kthy në kohën e tyre, prap isha fut mjekësi. Po frigohem që ndoshta futen mjekësi ata, ju ndodh diçka, edhe mandej ndihem unë fajtor se unë me punën time ndikova të ta që ata me zgjedh mjekësinë. Edhe një ditë Besa ju ka thonë dyve, mos që pëtoni mjekësi, shkoni stomatologji, ma merë kryet ma shpejt, pa mbarsohesh e kështu. Njoni prej tyni ka thonë, mamë, qofse zbona si babi, po e la këtë punë krejt. Unë dita mirë një ndjenjë, po me gjithat prap kam një rezervë që ndoshta puna ime po i fos në diçka që është rrezik. Unë tani po e shoh që ti nuk po flet si profesionalist, po fol më shumë si prind edhe përgjegjësia jote për mi mbrojt fëmijët. Ju jeni model për shumë gjenerata, jeni model për shumë kolegët juaj. Pse mos jeni model edhe për fëmijët e juaj? Kështu që është normale që fëmijët ju kenë model. Faleminderit. Po, unë i di dhe shumë aktivitetet të juaja që merren edhe me sport, edhe pak me një sport, mos them pak si agresiv, me motorra, me djem. Tregona pak edhe për këtë pjesën e juaj, sepse ka të bëj me personalitetin e juaj.
si tërkova din se do nga njerë me ikë për ditëshmerisë. Kështu që si hobi i mirë është, dalim me motorën e për bjeshk, pat me 2 rrota. Kështu që ju kom thonë edhe fëmijëve të mi edhe miqve të mi, që edhe 50 vite do dalë me motor me 2 rrota, ma dhe i pas 50 viteve do të kaloj me motor me 4 rrota. Sa më pëlqen kjo mbas 50 viteve. Po, unë po besoj që intervistën e fundit, jo të fundit, po pas një koha do e bëjmë pas 50 viteve, po të pres me u bashkangjit palestrës. Pa tjetër, po unë e këtë disiplinën e palestrës hiq nuk e pëlqej, më shumë e pëlqej një ecje natyrë, do shta më duket ambientet e hapura i du shumë edhe më duket diçka qetësi për trurin, ndërsa këto disiplinat më duken shumë të dhunshme, më duken shumë të vrashta edhe mandej po kom frikë rrudhave, se tash jemi këtë moshën e mesme edhe ne po dojmë të dukemi bukur, të rrezatojmë pozitivitet. E palestra si duket po na sforcon pak. Jo, po unë mendoj që të ndihmon natyra. Është padyshim shumë e bukur, mirë po qofse ka shinj, qofse ka borë, qofse ka mjegull, e ik pak natyrës. Mandej kur del natyrë, duhet kohë me shumë. Palestër e kryjmë për një kohë më të shkurt, edhe në gjitha kushtet klimatike bën palestër. Do me thonë, koha është shumë e rëndësishme që me palestër e kryen atë punën edhe ke kohë më shumë. Më shumë. Dok, tregona sekretin për me qenë të bukur edhe me nejtë të bukur. Ndoshta nuk u bëj shumë reklam, po është palestra, ushqimi shëndetshëm, edhe tjerë vendosin ku me shku mirë, po Donika vjen te unë edhe duket gjithmonë e bukur. Faleminderit me kënaqësinë më të madhe që jem pjesë e juja. Po është edhe mendja e shëndosh në trupin e shëndosh, është ashtu? Ashtu është. Të rrim pozitiv. Dok, faleminderit shumë për kohën, për intervistën, na lejove pak t'ju eksplorojmë edhe në brendësinë e juaj dhe të njohim më shumë doktor Ademin si njeri, sepse gjithë e njohim si profesionalist, si njeriun më të kërkuar, njeriun më human që çdo herë na gjendesh afër. Kështu që faleminderit për kohën dhe hapësirën që na lejuat. Donika, faleminderit shumë. Realisht them diçka, shumë herë kam qenë mysafir në për televizionin dëshme, mirë, po kjo intervistë ka qenë më ndryshe se gjitha tjerat, më ndryshe se gjitha tjerat. Faleminderit. Do të thonë, çdo sen që është më ndryshe është më mirë. Faleminderit shumë, ndihem e nderuar.